Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas padisë Unioni Gjyqtarëve nuk kushtetuese për rritjen e pagave në sistemin e drejtësisë. Në një postim në rrjetet sociale, shefi i qeverisë Rama vuri në dukje se për të dytën herë gjyqtarët po kërkojnë të përdorin gjykatën për të rritur pagat e tyre. Kjo ndërhyrje skandaloze e gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit, me sa duket i ka shijuar Unionit aq shumë, sa pas rritjes së pagave të administratës në maj të vitit 2023, Unioni i Gjyqtarëve tani kërkon përsëri nga gjykata rritjen e pagave të gjyqtarëve. Ndërkohë që në vitin 2022 Unioni donte garantimin e një shume bazë pavarësisht të çdo llogaritjeje, sot kërkon që si pasojë e rritjes së pagës së administratës, të rritet paga edhe gjyqtarëve dhe jo pak, por plot 700 euro. Kryeministri solli në vëmendje se në çdo shtet rritja e pagave është kompetencë e qeverisë dhe parlamentit dhe jo e gjykatës. Sipas Unionit, kjo republik do të jetë përjetësisht e vetmja në botë ku gjykatësit nuk do të lejojnë ngjitjen e piramidës së thyer të pagave, sepse ndryshe nga e gjithë bota, në Shqipëri pagat e tyre nuk do të rriten me qeveri e parlament, por me gjyq. Kryeministri dha një mesazh edhe për anëtarët e gjykatës kushtetuese, të cilët do të shqyrtojnë padinë e kolegëve të tyre. Unë uroj shumë që shakaja e hidhur e gjykatës kushtetuese herën e parë, të cilën ne e pranuam në heshtje si një lajthitje që duhej kapërdir për hir të respektit me heshtje të një vendimi të gjyqësorit të mos përsëritet, sepse heshtja ndaj çfarëdo abuzimi me mbështetjen tonë për drejtësinë nuk është më një opsion për ne. Padia e Unionit Gjyqtarëve ka marrë okejin paraprak të kushtetuese se çështja ka kaluar për shqyrtim në seancë plenare.